Do diskutojmë tani më gjërësisht në lidhje me të dhënat e publikuara javën e kaluar nga Ministria e Financave, ku vjet re një shifër rekord në rreth 205 miliard lek e barabart me rreth 2.1 miliard euro. Kjo shifër është rreth 250 milion euro apo 24 miliard lek, me lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të 2025-s. Ne më gjërësisht do diskutojmë me ekspertin e ekonomisë, zotin Mateu Spau. Zoti Spau, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, faleminderit. Sigur se tham, 205 miliard euro, 205 miliard lek të ardhura, 2.1 miliard euro. Është ndër shifrat më të larta historike, në rritje po ashtu edhe me të njëjtën periudhë të 2025-s. Performanca fillimisht për ta nisur bisedën vjen për shkak të rritjes ekonomike, të rritjes aktivitetit, apo vjen për shkak të disa aksioneve që tatimet dhe agjencitë e tjera kanë marrë si në informalitetin në tregun e punës, ashtu edhe në biznese? Atëherë, po të shikojmë të dhënat e vetëm të muajit janar, do të shikojmë që rritja me janarin e kaluar ka qenë 2%. Po të shikojmë shkurtin të 4-5%. Është marrë se ai që bën diferencën dhe që e bën kaq të madhe rritjen. Dhe kjo përkon në fakt me fillimin e luftës në Iran dhe me rritjen e çmimeve të naftës. Ishte muaj plot në luftë. Ishte një muaj në luftë dhe ishte një muaj që solli dy pasoja. Jo vetëm rritjen e çmimit të naftës dhe si pasojë rritjen e të ardhurave të buxhetit të shtetit nga nafta, sepse 60% janë taksa, 61% në momentet të caktuara. Gjithë do të thotë që për çdo dollar naftë që rritet si çmim, ti ke 1.5 dollar rritje të ardhurave të shtetit, sepse ne blejmë 2.5. Pra pasojë është për popullin, por buxhetin është e ardhur shtetit. Bizneset dhe individët kanë blerë më shtrenjtë, shumë më shtrenjtë naftën. Dhe kjo pa marrë masa nga ana e shtetit, pra pa ulur nivelin deri në muajin mars të aksizave dhe të tatimit mbi vlerën e shtuar. Ndoi dhe një gjë tjetër. Ne në vitin kur kemi pas Covidin në 2019-ën, 2020-ën, luftën në Ukrainë gjithashtu, kemi pasur problematika me furnizimin të lëndëve të para dhe të ushqimeve. Tregtarët sapo shpërtheu lufta në Iran dhe kuptuan rreziqet e së ardhmes dhe rritën deri në 55% importet në raport me marsin e kaluar. Kështu që doganat zhdoganuan dhe rritën taksat, rritën të ardhurat, themi kështu, nga zhdoganimet, me 55% në raport me marsin e kaluar. Kështu që së paku, nga kjo pikpamje kemi gjitha furnizimet e domosdoshme dhe për muajt që vijnë. Në aspektin e sigurisë jemi në rregull. Sidomos në aspektin e sigurisë ushqimore. Por çmimet janë problem. Çmimet janë problem dhe do bëjmë problem edhe më shumë në të ardhmen nëse kjo krizë nuk do zgjidhet, sepse deri më sot, le të themi kështu, çmimet e importit dhe vendet e tjera, se flasim hapur. Gjithë çështja është që ne jemi vend importues neto dhe për çmime dhe për ushqimet. Kështu që çmimet e ushqimeve në Itali, në Greqi nuk janë rritur. Qeveritë kanë qenë shumë të kujdesshme atje, kështu që edhe importuesit tanë kanë marrë po të njëjtat çmime importi dhe tendencialisht kanë tendencën të shesin me po të njëjtat çmime përveç disa raste me fruta perimet. Ndërkohë që çmimi i naftës është rritur dhe në këtë sens, nëse nuk do të kemi një zgjidhje afat shkurtër, edhe çmimet e ushqimeve të tjera do të rriten, sepse dhe vendet e tjera do të jenë të detyruara që të heqin ato lehtësira që i kanë dhënë bizneseve dhe familjeve, sepse vendet e tjera i kanë ulur akcizat, ndryshe nga ne, dhe i kanë ulur tatimin mbi vlerën. Të paktën për një periudhë 3 mujore. Po, natyrisht, për sa zgjat kriza. Po, do shikohet si do të jetë kriza. Kështu që në këtë sens, le të themi, masat janë marrë. Në rastin tonë, fatkeqësisht, masat e marra janë të pakta. Ka një anomali të madhe, nëse më lejon. Anomalia është kjo. Kur ti ke një rritje ekonomike dhe privati, individi, rritë të ardhurat e veta, është normale që edhe shteti të rrisi të ardhurat e veta. Sepse merr një copë të tortës. Dhe copa, kur torta zmadhohet, copa zmadhohet. Po në momentin kur privati shtrëngohet, çmimet rriten, qytetarët paguajnë më shumë, shteti prapë rrit të ardhurat e veta, kjo nuk shkon. Si duhet të kthej? Ai duhet të kthej duke ulur në mënyrë të përgjithshme
së paku rritjen e taksës që të marri sa lek sa që merrte vitin e kaluar. Se unë do të kuptoj edhe sikur të thoshte jo, unë do marr më pak se vitin e kaluar, sepse dua që qytetarët e mi mos ta ndjejnë ai shumë krizën. Që sakrificë të bëjë si qytetari ashtu edhe qeveria. Pikërisht. Nëse qeveria ul në nivelin e vitit të kaluar të ardhurat, pra duke ja u rikthyer qytetarëve, pra duke mos i marrë, duke urur akcizat, nuk është as sakrificë në fakt, është të marrë çfarë merri vitin e kaluar. Aktualisht ose se ishte plani, ndërkohë që, siç e thatë edhe vetë, në muajin mars të ardhurat janë rritur me 14-15%. Pra tregon që është shteti që bëhet më i pasur. Dhe në këtë sens, kjo gjë në një demokraci nuk ka shumë sens, sepse nuk janë qytetarët që jetojnë për që pasurohet shteti. Është shteti që ekziston, i votuar nga qytetarët për mirëqenien e qytetarëve. Dhe ato 250 milion për t'i rumbullakosur, janë 24 miliard lek, cila është forma për t'i lehtësuar qytetarët, sepse e vetmja masë që është marrë deri tani nga qeveria shqiptare është reduktimi i akcizës me 20%, por gjithmonë kur çmimi kalon 220 lek për litër. Që qeveria ka qenë kujdesshme mos të kalonte. Pra, edhe aty është reduktimi për te 220-ës, pra që të rikthete 220-a. Ndërkohë që me këtë çmim ne kemi në Europë jemi të tretët me çmim më të shtrenjtë. Pra sot një shqiptar paguan 1 litër naftë sa 8% të ardhurave të tij ditore. Ndërkohë që një italian e paguan 1 litër naftë sa 1.6% të ardhurave të tij ditore. Një grek e paguan sa 2.5% të ardhurave të tij ditore. Pra, rritja e çmimit të naftës dëmton shumë ekonominë shqiptare. Sepse rritja e çmimit të naftës, ku shteti është pjesëmarrës në këtë rritje çmimi, bën që qytetarit konsumojnë më pak produktet e tjera, ose të zeroj ato që janë kursimet e tjera. Dhe ne jemi në një situatë ku familjet shqiptare prodhojnë, le të themi, konsumojnë 40% të ardhurave tyre vetëm në ushqime. Në Bashkimin Evropian kjo është 11-12%. Pra, familjet shqiptare kanë një nevojë urgjente për uljen e akcizave dhe të tatimit vlerë të shtuar, sepse përndryshe ndalon konsumi. Edhe në rastin kur çmimi rritet mbi 220 lek dhe aktivizohet ai vendimi i Këshillit Ministrave për të reduktuar akcizën, sërish buxheti nuk është se bën ndonjë sakrificë. Sakt. Thjesht fiton pak më pak, por sërish është me plus. Janë edhe ide të ndryshme, pra të llojit nëse ne rrisim të ardhurat do t'ja u rishpërndajmë pensionistëve. Kam respekt për të gjithë, por ideja është kur e paguan automobilisti, ai që punon, përse duhet t'i japësh atij që s'punon? Pra, po t'isha në fushën e politikës, nuk do t'i thoja këtë gjëra, sepse do doja votën nga të gjithë, por jam fatmirësisht ekonomist dhe kam luksin të them të vërtetën siç është. Zoti Spa, me gjitha të, vjetre një zgjerimi bazës të atyre që paguajnë, apo po shtrëngojnë ata që kanë paguar deri tani, sepse nëse shohim, përveç të TVSH-s, që është zëri kryesor dhe ka rritjen më të madhe, edhe tatimi nga pagat dhe nga qirat gjithashtu është rritur ndjeshëm. Është rritur ndjeshëm sepse me rritjen e inflacionit, ne kemi pasur 5 vitet e fundit, 2-3 raste, 2-3 vite nga këto kanë qenë me inflacion të lartë. Pra, është rritur niveli pagave, si pasojë inflacionit, sepse janë rritur çmimet, jo se është rritur dhe një fuqi blerëse në mënyrë domethënëse nga ana e pagave. Po ndërkohë, rregullimet tatimore nuk janë kryer. Pra, një pagë që mundet të quajë lartë përpara sot është pagë mesme. Ama ti pagon taksë progresive, jo pra ke kaluar nga 13 te 23%. Ata që ishin nga 0 kanë vajtur te 13%. Pra, është rritur paga minimale, është e vërtet, por problemi është pikërisht tek ato pagat e shtresës mesme, midis minimales dhe maksimales. Është kjo shtresa që duhet mbështetet më shumë. Dhe është kjo shtresa që po goditet më shumë, pavarësisht se është shtresa më e brisht në sensin e ekzistencës së saj. Në çdo ekonomi. Kjo është shtresa që duhet ruajtur më shumë, sepse është shtresa që krijon opinionin publik, krijon vendimmarrje dhe krijon shtyllën boshtin e një kombi. Sigurisht. Kjo në ekonomi, kjo dhe në politik. Provoni pak të imagjinoni, nëse keni pak minimale, do arsyetoni me mendje apo me bark që ju gryen nga uria. Kështu që natyrisht vendimet tuaja do të jenë, le të themi kështu, të papeshuara siç duhet. Nga ana tjetër, po të jeni shumë i pasur, mundet mendoni që, le të themi kështu, mundet të respektoni, po edhe mos të respektoni ligjet në një vend në tranzicion. Pra, nuk është normale kjo.
Pra shtresa mesme ajo që krijon atë, le të themi kështu, indin e shëndetshëm të vendit. Dhe ka ca kritere për të qenë shtrese mesme. Të kesh mundësi të blesh një shtëpi, një automjet, kesh mundësi për pushime. Janë disa kritere që duhen plotësuar. Kesh mundësi të kurohesh, të japësh një arsimim normal, themi fëmijëve të tu. Nuk është thjesht pak. Dhe të bësh fëmijë, gjithashtu. Dhe mbi dy që në mënyrë që popullsia të ketë rritje. Pra, ideja është që unë këtu, pikërisht, jo tani, shumë vite, nuk shikoj këtë për kujdesje, sepse kujdes janë këta shqiptarët që ikin. Nuk janë shqiptarët që s'kanë punë, janë shqiptarët që kanë disa aftësi, që duan të ndërtojnë një familje, duan të zhvillohen, dhe në një mënyrë ose një tjetër, edhe kur gjejnë hapësirë këtu, kuptojnë që nuk ja vlen baraqira në raport me të ardhurat që marrin. Zoti Spau, në lidhje me ato para që rezultojnë shtesë në buxhetin e shtetit, arsyet mund të jenë të ndryshme për performancë shumë të mirë të administratës, të tatimeve, doganave tjere, por mund të jetë edhe mos realizim i investimeve që janë planifikuar në fillim të vitit. Për 2025 ne kishim rreth 160 milion euro, shtesë që shkuan në një fond special pranë Bankës Shqipërisë, i cili është në dispozicion të pensionistëve. Mund përdoren më mirë këto para shtesë në mënyrë që të gjenerojnë sërish të ardhura, jo thjesht të rinë aty. Tani, nëse këto para ishin destinuar për investime kapitale, pra kanale vadice, rrugë, ura, ekurudha, aeroporte, porte... Pjesa me madhe kështu ishte. Dhe infrastrukturë bujqësore, atëherë duhet ishin shpenzuar. Mos shpenzimi i tyre krijon një vonesë në rritjen ekonomike të vendit, dhe ne dim shumë mirë se sa rrugë po stërzjasin afatin e tyre të përfundimit, nuk po kuptohet cilat janë kostot reale, nuk po kuptohet ku është ekurudha në Shqipëri, që ka një 12 vjet që po ndërtohet 35 km Tiranë-Durrës dhe nuk kemi parë një tren dhe nuk dihet se kur do ta shikojmë. Pra, mundet të bëheshin shumë gjëra në këtë sens. Dhe infrastruktura bujqësore do të ishte vërtet e domosdoshme nëse ti do që pas 6 vjetësh të krijosh një rritje ekonomike që vjen dhe nga bujqësia, sepse ka 6 vjet tashmë që bujqësia nuk ka rritje. Dhe është në të kurje. Dhe është në të kurje, 3 mujor pas 3 mujori. Pra, ndimat ndaj sektorit bujqësor do të ishin një domosdoshmëri po aq e madhe sa ajo infrastrukturës. Ne jemi sot një situatë ku shtylla ekonomike e Shqipërisë, Shkodër-Vlorë, Ulcira Perëndimore, ku është edhe shtylla e banorëve tashmë, nuk ka një autostradë. Mund përdorni e kisha më tepër në aspektin se këto kanë rezultuar gjithsesi për arsye ndryshme janë tepritës në atë llogarinë. Nuk janë tepritës, janë para të pashpenzuara. Sepse me ose pa të drejtë dikush ka pasur prit të vendosi firma ka planifikuar mirë ose edhe nëse ka planifikuar mirë, nuk ka zbatuar mirë. Nuk ka zbatuar. Por gjithsesi këto mund gjenerojnë më tepër të ardhurat dhe referohem më shumë të alternativeve që mund të ekzistojnë si investim. Dispozicioni për pensionistët nuk është e keqe në vetvete, duke marrë parasysh që pensionistët pjesën më të stërmadhe të ardhurave të tyre nuk e kursen pa shpenzojnë, pra rrisin konsumin. Edhe remitanca vijnë për të plotësuar pension. Bajnë në këmbë pikërisht konsumin. Thënë kjo, njerë që konsumove, ku ikën lekët? Pra, nuk ka një produktivitet, nuk ka një investim. Ndërkohë që, për shembull, ne jemi në një situatë ku do mjaftonte shumë më pak se 150 milion euro për një plan shtëpim. Italia sapo ka prezantuar një plan për ndërtimin e 100.000 apartamente për çiftet e reja. Ne kemi një program shtëpi të përballueshme për të rinë, por ndërkohë që ne jemi në situatë duke bërë letra vazhdimisht, po duke mos ndërtuar shtëpi. Pra, shtëpi ndërtohen, po janë private që i shesin me 2-3.000 euro në Tiranë. A thua se rroga mesatare është 2-3.000 euro? Jo. Kështu që ideja është që ka absolutisht nevojë nëse duam të mbajmë rini në Shqipëri, nëse duam të mbajmë shtresën e mesme në Shqipëri, se po flasim për shtresën e mesme, për njerëzit që marrin rroga, për ta fuqizuar. Në një vend normal, kush janë limitet e Shqipërisë? Limitet janë që nëse ti merr një rrogë, nuk mundet të quhesh i varfër. Në Shqipëri, në raport me çmimet dhe me gjitha elementet e tjera, ti edhe me rrogë quhesh i varfër. Atëherë përse, për çfarë je vlen? Pra, ky është problemi konkret. Pra, puna është ajo që rrit njeriu dhe e fut me dinjitet atë në gjithë shoqërinë. Dhe me punë përballohet jetesa. Dhe me punë duhet përballohet jetesa, për ndryshe nuk ka sens. Dhe kjo është çështja. Pra, duhen parë pak këto që janë, le të themi, raportet
midis kostove, përfitimeve, dhe duhen parë jo vetëm sasia ose rritja rrogave, po edhe niveli çmimeve. Nëse Shqipëria ka çmime 24% më të larta se Maqedonia e Veriut, ka sepse Maqedonia ka një prodhim bujqësor dhe një industri të lehtë që dita transformoj dhe dita shesi po aty. Ne jo. Kështu që ky nuk është një problem që mundet të kalohet në këtë mënyrë. Pra, ju thash disa sektor duke filluar nga bujqësia, duke vazhduar me infrastrukturën, që është në shërbim edhe të turizmit, jo vetëm të shqiptarëve, dhe me gjitha elementet e tjera që do të kishin ku të shkonin pra këto para. Zoti Spa, disa pyetje edhe në lidhje me rritjen ekonomike për 2026 për Shqipërinë. Banka Botërore në buletinin e pas përfundimit të mbledhjeve të pranverës, bashkë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, publikojnë dokumentin dhe për ne rezulton që nga 3.9 që ishte vlerësimi i parshëm, këtë vit për shkak të luftës do të rritemi me 3.4%. Ka shumë rëndësi shifra se sa është, apo më rëndësishme është që sado që të jetë rritja të zbresit deri në shtresat e poshtme të shoqërisë. Kur flasim për rritje ekonomike, çdo gjë ka rëndësi. Së pari, një 0,5% më pak nuk është pak, për Shqipërinë është $150 milion. Po. Nuk janë 2 lekë. Përkundër, $150 milion mund të bësh gjëra shumë të mira në Shqipëri. Dhe të kesh $150 milion më pak në xhepat e shqiptarëve, qofshin të privatëve, qoftë të shtetit, është problem. Nuk është problem i gjeneruar nga Shqipëria, sensin që është një problem ndërkombëtar, dhe janë kosto shtesë që po bukojnë për naftën. Këto $150 milion janë para që dalin më shumë nga ne, për t'i kur jashtë. Dhe problemi i shpërndarjes në Shqipëri ka qenë vazhdimisht një problem. Sepse rritja ekonomike ka ndodhur tek ata gjithmonë që kanë ditur dhe kanë bërë, e thënë ndryshe. Nëse unë hap një punë, ose nëse një vend ka 2 banorë, unë dhe ti dhe unë hap një punë, dhe fitoj 100, pastaj vitin e 200, pastaj vitin e 300, pra zhvilloj biznesin tim. Dhe ti vazhdon mos kesh punë, vendi është ka rritje ekonomike, nga 0 ka vajt në 300. Pra 150 për kokë, po unë kam 300, ti 0. Mesatarja. Problemi nuk ka qenë kur të mishurish për ndarja shtetërore. Problemi ka qenë vendosja rregullave të barabarta edhe për konkurrencë. Dhe këtu kemi probleme. Do të thotë që nëse ti di të bësh diçka, mundet të hapësh aktivitetin tënd. Mundet të kërkosh të drejtat e tua. Mundet që të, pra, ideja është, a i kemi ne këto të drejta? Që të konkurosh. Që të konkurojmë? Që kjo nuk ka nevojë as për rishpërndarje shtetërore. Këto janë thjesht të drejta që shteti duhet jetë gardian. Pra, ne në Shqipëri kemi 100 ca ndërmarrje që kanë leje për të importuar naftë, po 3 ndërmarrje importojnë mbi 70% të naftës. Pra. Edhe çmimi e kuptoni vetë që këtu ka diçka që nuk shkon. Zoti Spa, gjithashtu Banka Botërore bashku me Fondin Monetar Ndërkombëtar, jo vetëm në raportin më të fundit, por her pas here kanë bërthirrje për diversifikimin e ekonomisë. Ne kemi të bazuar aktualisht tek turizmi, ndërtimi, që janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, por sidomos ndërtimi është ciklik, ndërsa turizmi është i ekspozuar ndaj ngjarjeve të ndryshme. Ku duhet të diversifikohet? Shikoni, nuk duhet të shpikim asgjë. Ekonomia i ka gjatë sektorët të ndarë. Ka një sektor bujqësor, për cilën ti duhet të jesh minimalisht i fortë sa për veten tënde, dhe nuk jemi. Pra duhet të plotësosh kërkesat e tua. Absolutisht, minimalisht. Pavarësisht që vendet mesdhetare mundet të bëjnë shumë më shumë se aq. Por, pra, nuk do me thënë që për të zhvilluar duhet të merremi vetëm IT, jo. Kur të mungojnë bazat, është e kohë që kërkosh të ndërtosh katin e 7. Pra, rikthehemi te bazat, pastaj kemi industrinë përpunuese të lehtë. Industrinë e rëndë e kemi, po është dhe një farmase, po është një industri që nuk po i jep të ardhura, as shtetit, as qytetarëve. Dhe resurset kemi natyrore. Pra duhet të kemi kujdes se si po e shesim Shqipërinë në këtë sens. Dhe pastaj po, sektoret funksionale janë ato të shërbimit, të turizmit, të ndërtimit. Por natyrisht, nëse kemi kriza ndërkombëtare si këto, natyrisht turizmi mund të goditet. Ndërtimi si pasojë, sepse 1/3 e ndërtimit blihet nga të huajt. Është në shërbim. Kështu që në këtë sens e kuptoni vetë. Por, nëse ne do kishim një bujqësi më të fortë, ky sektor do mbante. Biles mundet edhe të rritej, sepse një pjesë njerëzve mundet të kthejë
në industrinë përpunuese dhe në aktivitetet bujqësore. Kur ti e ke bujqësinë të vlerësuar dhe të jo produese, vetë e kupton që të turizmi do mbash, dhe nëse ka një krizë turizmi, goditesh. Tek industria e lehtë, ajo merret me produkte bujqësore dhe i kushton më pak ato që i prodhohen brenda vendit, sesa ato që vinë nga jashtë. Sidomos në raste ku ka probleme transporti. Pra, ne importojmë inflacionin se importojmë lëndet e para, edhe ato bujqësore. Pra edhe inflacioni do të ishte më i ulët në Shqipëri në rastin se ne do të prodhonim vetë. Ne jemi mbrojtur disi nga zhvlerësimi i euros, ose fuqizimi i lekut. Ne jemi mbrojtur nga zhvlerësimi i euros në rritjen e çmimeve, po kemi dëmtuar shumë nga zhvlerësimi i euros për eksportet tona. Sigurisht. Pra e kemi paguar shtrenjtë këtë mbrojtje dhe nuk e di efekti neto a ka qenë i mirë apo i keq. Fitore si e Piros me shumë humbje. Fitore si e Piros, sepse fasonet e në krizë, sepse aktiviteti eksportues është problematik, e sepse Shqipëria sot eksporton 3 miliard euro, ndërkohë që 7-8 vite përpara eksportonte më shumë se kaq. Ndërkohë, pra, nëse do të mbanim balancat që kishin me më parë, sot do eksportonin minimalisht 2 fishin. Por janë paraq 3 miliard euro më pak që nuk futen nga eksportet shqiptare. I kemi kompensuar me turizmin, po e kuptoni edhe vetë që rreziqet janë edhe turizmi mund të ishte më i madh nëse euro do ishte më i fortë. Kuptohet vetë. Kështu që në këtë sens le të themi ruajtja e një leku tepër të fortë dhe është e mirë nëse forcohet si pasojë e forcimit të ekonomisë. Kjo është çështja. Por po forcohet për shkak të rritja ekonomike kemi, por përfituesit e rritjes ekonomike nga turizmi vinë ose ata që kanë resorte turistike, ose ata që le themi shumë familje që kanë apartamente të dyta dhe treta që japin me qira. Pjesërisht transporti, sektori transportit dhe i aeroporteve. Pjesërisht ata që mbajnë një lloj konsumi, si në qytetet bregëtitare edhe nga turistët. Thënë kjo, ama pjesa më e madhe të popullsisë shqiptare natyrisht nuk mundet si të ketë përfitime, dhe është normale që tjetë kështu, duhet të them, qytetet që nuk janë prekur nga turizmi, nuk e kanë ndjerë... Nuk kanë shpërndarje të ardhurave. Nuk kanë shpërndarje të ardhurave, por kanë ndjerë krizën, sepse qytetet që nuk kanë pasur turizëm, kanë pasur shpeshherë aktivitete prodhuese dhe industriale. Dhe ato janë në krizë. Pra, popullimi i Bregdetit ka bërë në mënyrë indirekte që të harohet pjesa e brendshme dhe pjesa malore. Zoti Spau, ju falenderoj që ishit në studio. Faleminderit juve.